do ta boni lajme edhe këtë. Jeta është qef, ngjoni shtu, se nuk ngjoni mirë jo, i keni vesh të blokum. Ai Gent Gazheli që keni nxjerr atje te portalet e jetës është qef, Gent Gazheli ka xhup 7.300 euro. Gent Gazheli dhe komplet familja Gazheli kanë qenë biznesmena dhe kanë pas miliarda qënë 86-ën, o jeta është qef, a ngjon apo nuk ngjon, se ke marrë një lekti për me bo për emrin atit Gent Gazhelit. Gent Gazhelin e njeh gjithë Shqipëria kush është, dhe është familja Gazhelve. Kanë lek me të thy kaptinën, që 96-ën kanë lek, që 86-ën kanë qenë biznesmena, o faqe pisash, o hajduta, o njerëz korrupt, qa doni me i vën gjob Gazhelve, ju shinë rëpt ata, s'paguin gjob ata. Pidha motre portale e rëpshira. Keni shku, keni nxirr Gent Gazhelin, ka ble xhup 7.000 euro, po e ble ai ta ble ta në venin, mër. Janë bilionera, mër, nuk janë biznesmena me fuqi marramancë që në 86-ën. Po kush i njeh e din kush janë, mër. Po pse më dha, kush ju ka paguajt lek për atë? Unë thjesht flasi realitetin, se unë e njoh familjen Gazheli. Unë jam gazetar i rrjeteve sociale, edhe e shoh këtë portal që nxjerr një lajm rren. Normal që unë ndërhy. Si unë çohem si kozak them, ky lloj portali, jeta është qef, mediat që bazoheni, të bazohesh te jeta është qef është skandal. Jeta është qef, nëse ti ke një masazh që bëhet prostitucion, paguaj 2.000 euro te jeta është qef. Jeta është qef e ban reklamim, reklamon. O ju piranjat, jeni ju piranjat, edhe juve nuk më dukeni tamam. Pse nuk i bëni një kurth kësaj jetës është qef ta kapni? Ti shkruani, du të bëj një reklam për këtë biznes e gjona me kamera, me kështu. Pse si kapni njerë këta, ha? Po rrini kapni dhe ju. Edhe ju kapni katër dojkari. Ha? Do flas unë për ju, se lejun. Qa jam gazetari TikTokut, priti pa kalu te mu, ku keni me shku ju? Ju jeni mashtrusa, ju nuk jeni real, ju nuk jeni emision real, me të ndjek edhe populli, me të ndjek edhe kjo. Ju jeni mashtrusa gjobvanca, që juve spaku duhet ju godasi i pari. Spaku, nëse spaku është kaq i fuqishëm, spaku duhet godasi emisionin e piranjave që kërcenon identitetin e njerëzve, dhe duhet të godasi dhe jetën është qef, që nxjerr gazetarët duke i prishur imazhin. Shkon një motrëqim, pagun 5.000 euro dhe i bën dëm Gent Gazhelit. Ka vesh xhup Gent Gazheli 7.000 euro. Gent Gazheli shia motrën, Gazhelit janë bilionerë që në 86-ën. Unë e njoh familjen Gazheli, Enxhi Gazhelit, e kam vlla, e kam shok, e njoh që kur ka qenë 15 vjeç, ka ble Ferrari parë në Shqipëri, Enxhi Gazheli. Ju dini, ka ble xhup ai 7.000 euro. O ju qifsha Europë, ai 7.000 euro mund të ketë vetëm çorapet. Ka lek, është biznesmen që në 86-ën, është familje me miliarda që janë të deklaruara, nuk dihet se sa toka kanë, se sa qia motrën. Si që janë ca, është dhe i familje tjetër që ka shumë toka, këta Bogdanat, Bogdani me rëp shpije. I di unë me ca, i kam gjukur, kam qenë i vogël me i muabet, anë i pun tokash, me rëp që i kishin toka pa funër. Bogdani, anë nga, zdi nga u që është nga të tokat, anë. Mrapa kësaj liqenit, zdi si quhet e zonën. Ama i klia nejti. është qeni aty, si ke dritë. O vlla, toka pa funë, po jo orë më vjeni natë mu kur i shoh këto emisionet që paguen me lek me i prish imazhin për shembull Gent Gazhelit. Nuk mund të flasësh ti, unë nuk e njoh Gent Gazhelin, unë njoh familjen, unë e di kush janë ata. Ka blet xhup 7.000 euro. Ku e vërtetove ti që është original që e nxjerr këtë lajm? Ë? Ku e vërtetove ti që është original? Po ai e ka originalers, ai ka miliarda. A kupton, ata kanë pas lek që në 86-ën. Ti, ku e gjete, ku e diti? Ku mund ta gjen një drejt? Ku sheke ti që se nuk e deputetët? Se nuk e tiktarë? Ku shekan këto faqer? Edhe ju piranja që keni shku taj Rakip Suli. Si shkoni ju të një Rakip Suli?
se me që po bje, edhe Rakip Sulin e keni sulë mu. Keni shku kodë Rakip Suli e ka bë Kamzën, dikni pysni, kapni i qytetar në Kamës. Thujni, qa kryetar bashkie Rakip Suli. Po foli, po e tha një nga veni Kamzës. Kush është nga Kamza këtu të komentoj? Po ju e një legena se ju i shani njerëz të mirë. Dilni njoni, thot që nga Kamza, i fjalë të keqe, për Rakipin, për kokë qunit që aty dushi jo. Janë legena, por janë aplikat, janë, a kupte, nuk kena në shtet, asa si gjo. Neve shteti është për gjona këtu, se nuk dënën këta shteti që të cënën deputetar, disha të thosht cënë është deputet. Në vi mu piranjat, në filmoj mu, me mbo me mu. Po me rap shpia unë po kanë gjetar, gjenë njerës të urtë, halë e gjinjë, i shkojnë nga mrapa me kamerë, po ku ka pidhë modrë me marrë mu me kamerë nga mrapa, po unë ja shi modrë me më cënu kush identitetin, në bosh mu ti viral, ta dhe shkarin ti me mua ty, unë ta shi modrë me pidhë, po keni gjeta legenat ju, që i merni talë një karin, edhe, a kupton, që a shi modrë, po të majti njerë mu me kamerë, po ta shiva, po jo po ku ka asë në burg nuk më të në kush që ka kjo pjellë modrë që më qimo mu me kamerë. Kamerë, unë e kam bezdi me më bë foto, ka njerës që e kanë bezdi me i bë foto. Po ju gjeni, këta legenat, shumë që janë njerës tur, ty në që i digeneroni flasë, se me të ardhë shumë me kamerë, nuk është se kanë në i gjo, se i shkoni shtë kujtë, në një që është në punë të lartë, normal që të të përgjigjëse, në gjakesh. Po për shumë në i personajit thjeshte, mi shku me kamerë, që si që i merë një këta që talë një karin që i bëni meme, të mbështi mu meme vlajnë tim talë një karin gjithë Shqipëria ti, për me ngrejt ti ato vjusat, kush janë pedofila, kush janë pederasta, qa bëni ju në këto gjënat e juja, me këto jam dakord. Po mos i shini motrën me cënu, me cënu njerës këtë, të talë karin gjeni njerës halëgji me i shi motrën, qa janë ta që kapin femrat vogla gjana, këtu në qiu një rëpë, për jashu, si shini motrën, në vishti mu të kapër ti plagën time me kamerë, po më vdek ta e motrë, me rëpë, shpije ta shi motrën, burg për jetë bëj, po qa thutit, filmosh një plagën time, po jo bishe se nuk talë do t'i karin me plagën time, në botë, a kupton, po qa të thonë se keni gjetë, o vlaj, keni gjetë rëpë edhe keni bo, se mu shifshin rëpë, shkoni filmoni, a do një te u themu në jemër këshu, në jemër gangsteri, edhe shkojni filmoja një plaku, nëse plakën, shkojnë merja një nëzira një video dhe talë një karin, a kuptan, edhe shife se qa ju nëllë, gazetarit, e drejtorit, emisionit, gjithë e gjinë dhe talë një karin, ju lumë të kari. Ju lumë të kari. Për më vjen i natë për këto portalet që shajnë për shumë deputetat, së mund të ashash do t'i deputetë, nuk mund të ashash do t'i deputetë, si mund të flosësht ti për një deputet pa fakte, si mund të folësht ti për një deputet pa fakte, me sha deputeta, me sha njerës që janë të mirë, po jo vla njerëzit e mirë, ne duhet ti mbrojmë, ne duhet ti tregojmë kush janë, ta janë të mirë, na kanë bo venin tonë, vla, neve edhe këto të mirë që kena, juve donit na i hishni, ose donit t'i ngjisni dankë. Po jorë, shoku. Se unë s'ju lej me rëpshi, unë kanë kush dikush lek, jo bishe unë i kam kundra këtyne. Mua kupton, mu s'kan që më bojnë kur në botë, se unë nuk merra me as i gjë, unë merra vesh me TikTok bish. Mu kur, as i gjë, mund të më rrujnë karin, se unë si quj për media të, unë jau qirë rëp në pjellë, se s'janë media të, ta janë të korruptum. Janë njerës që korruptojnë, që vënca, spaku duhet i godasi. Kupton, spaku duhet bëj goditjen kryes biznesmenëve. Pse nuk i hyj spaku këty? Spaku kur hyn, a duke më çuna. Qa interneti, për nuk e di me mu qa kishtë ngecir. Edhe kështu pra, ngjoni pra, kjo është arsyeja bishe. Sekse këtu nuk për shumë nuk ikin ta godasin një portal, që është portal fake, që vejnë gjoba. Po ja u them pra, bëjnë një lajmë këtë, nuk dalin lajme, ta nxjerrin. Ky është lajmë që e bëj unë, është lajmë i vërtet. Jeta është qef, është një portal që i ve gjoba biznesmenve, o vlla, gjob biznesmenve dhe deputetve. Gjoba. Kurse Piranja
është paguet. I thu kaq lek, bëj dëm filani. Edhe bëjnë dëme, bëjnë dhe këto show që tallin karin me një hallegji, gjeni i pemthyn që s'ka njerëz, e tallin karin. Ma kupto tu filmu, vi mu kameramani me vrap tu më gjimu, po ja, o që jam, motrën, o zot, ma qoj herë, o zot, ma qoj herë këtë sprovë. Ma qoj vetëm i herë, ja qi motrën rëp, nuk ka ushtarak që e qep, me rëp shpije. Pas rotave e fusi, me filmu kush mu e po, unë ja qi motrën pidhe, mu me filmu plaka i me migzari, kur nuk du, me filmu. Po qa thurë, me rëp shpije s'ka pidhe motrët, vjet filmoj njerë mu. Kështu pa dashun, ti themun iki e të njerë, ka ishtë tash, me rëp shpije, qofin që në sy ata që... O John, ta qi gërun mund pidhe rëpsh. Miku interneti që parë dha, nuk e di qa karin në odhje, bër. Qia rëp me gjithë. A kam internet me dha? A kam me galuksa? Shikën, live në ke paus. Si e kam paus me dha? Ky s'ka net me dha. Nuk del, thët. Qia, ky s'ka net, thët. Erdha o quna. A kam ajo, mër? Thash i okej, nuk del, mër, erdha.